Rikthehemi, jemi në transmetim direkt këtu në Shi e Shtëpie për të sjell recetën tjetër. Tham, simite do t'jenë ato që do t'jenë si recetë dytë, simite për mëngjes, brumin e të cilave ne e përgatitëm gjatë recetës së parë, të gjithë në brumatriçen Kenwood, të cilën ju sigurisht e gjeni në numrin 069 944 24 25, se për pak deshe ngatrova. Pra ky është numri ku ju telefononi për çdo porosi që doni të bëni tek Kenwood Albania dhe keni patur ulje në fakt gjatë ditëve të fundit, ndjes regjia, për të përfituar në këtë moment dhe sigurisht nëse ka akoma oferta aktive dhe çfarë çmimesh kanë, duhet shihni faqen e Instagramit. Tani brumin e lam të pushonte, pra simitet që formoi zonja Vjollca, i la të pushonte gjatë publicitetit, të pushonin, dhe tani jemi gati që të shohim vazhdimin e recetës, siç tham. Çfarë do të bëjmë? Tani do t'i marrim këto, t'i shohim. Hajde. Ja, kjo sikur që ka zbutur një çik. Unë do luj pak durët kështu dhe do t'i hap me dorë. Nuk ka pushuar siç duhet, por do bëjmë që të pushoj. Ja, kështu. Mjep që rolon, pra hajtë. Po, të një moment. Këtej rolon. A, është ande? Yes. Zdesha t'i bëjmë me rolon, se është tel më mirë kështu, po. A, e shihni gjë juve? A, ja, po që ka. Që ka në fund. Urdhëro, zonja Vjollca. Simite për mëngjes. Simite për mëngjes. Kush mjellë? Mund të përfitoj të shoh recetën, sepse nuk e tregova herën e parë? Po. Atëherë. Dhe një herë me shkrim, në këtë moment do të shohim përgatitjen e brumit. 100 ml qumësht të vakët, 200 ml ujë të vakët, 3 lugë gjelle kos, 3 lugë gjelle vaj. Kemi 10 gram maja bire, 1 lugë çaj sheqer, 1 lugë çaj krip, 600 deri në 650 gram miell dhe 1 të verdh veze. Këta janë përbërësit në total që na duhen për simitet. Vetëm të verdhën e vezës nuk e kemi përdorur në mos gaboj. Të verdhën e vezës të hedhim një lugë kos, do mi trazosh një çik me furçë dhe do fillosh të lyesh. Mirë është që mos hapen me rolon, të hapen me duar, sepse del pjesa e brendshme e butë, e shkrifët, kurse pjesa e rolonit e ngjesh shumë dhe i duhet një kohë akoma dhe më të gjatë. Shiko si janë krijuar këtu fllucka të vogla. Domethënë në procesin e parë brumi ka ardhur shkëlqyshëm. Kaq? Po. Veri dhe një maj lugeve, pak vaj. Fura duhet jetë e ngrohur mbi 220 gradë, edhe 250 nëse keni, që këto të rinë në furrë vetëm 10-12 minuta, 10 minuta. Në të gjithë sipërfaqen të lyejmë me këtë. Po. Ja sa të tretet pak kosi. Të ka dalë çik më e trash se kishte më shumë brum. Kemi shtruar dhe letër fino. Pa letër fino, kjo recetë, jo letër fino pjekje, po dhe telefon fino për të mbuluar brumin. Duhet fillojmë meditimin. Po lexoja që një miliarder kështu Ishte bërë me miliona duke ashtu, a? Çelësi i suksesit tim thoshte është meditimi. Sa ka keq? Diçka ka bërë dhe meditimi. E ka kthjelluar.
Shohim në fund pastaj si do t'jenë, do t'i shihni dhe në rrjetet sociale recetat, si gjithmonë, të përfunduara. Tani këto janë simite që jo vetëm për mëngjes, mund të jenë Këto për darkë, për drekë, i mbush me ndonjë kur mish të të shti, grirë, meri me vi. Jo me qa mish të grirë, djathë, foti brënda. edhe thjesht fare. Edhe thjesht fare. Qa do që t'hash, Se në i nuk e di pse më fërgez. shkoj mendja te Kima. Ja, kjo. Ja, dhe i qikë këta. Falni, pikova pak të ty, po do e fshi. Këto të dyja që do rinë të pushojnë një qikë më shumë, të treja, do të bëjnë më të mirat. Kështu që në shtëpi lërini të pushojnë. Po, do pushojnë. Në moment që ngjeshet, thash minimalisht 10 minuta. Ideali është 15. Ja, dhe këtë Edhe unë 15 minuta pushim, Po do rinë këto, se sa të kërcasi qikë furë. do t'i bëja me shumë kënaqësi Si? këtë periudhë. Në 24 orëshin tim. Them 15 minuta qetësi janë të arta dhe për mua, jo më për simiten. Do merja veten, edhe unë. Po, është e vërtet. Tani klaj qikë duart dhe mendova që të bëj një supë. Një supë me perimet pjekura, një supë krem lule lakër, që me shumë fare pak përbërës, të hani një pjatë të shkëlqyer, sidomos në një kohë të tillë si dita e sotshme. Do e lë këtu? Çfarë do të na duhet? Do na duhen 500 deri në 600 gram, se ato lule lakërat nuk i ndan dot. Kur vete i blen, do marrësh një të vogël, ajo mund të vi 500-550 gram deri në 600 gram, kaq. Ose mund të merrni 2 të vogla fare. Përsëri dhe kjo receta nuk mund ta gatuajmë pa patur letër pjekje që ta vendosim në një tavë, ku si që shikoni. Kemi lule lakër, ma afro këtë të nxerën këtu, Katerina. Lule lakër që është bërë tru, e kemi pjekur. Supat me perimet pjekura janë akoma dhe më të shishme se supat kur zjejnë. Kemi patate, pra 600 gram lule lakër, 100 gram një patate, mbi mesataren, jo ekstra të madhe patate. Kemi qep, gjysmë qepe, ose një qep të vogël. Kemi dhe 3 thelpi hudra që i kam unë këtu, që do t'i shtyp dhe do nxjerr vetëm tullin e tyre këtu. Ja. Ja dhe kjo tjetra. Pas ka dalë vetë. Pra 4 përbërës janë aty, hudra, 4. qepa, patatja dhe lule lakra. Dhe shumë fare pak vaj për arsye se vaj do të hidhet gjatë servirjes që do të bëhet në pjatë. Ja, si shkëputen me një herë nga letra. Po. Është fantastike letra fino. Ndryshe thahen perimet, mishi, peshku. Mirë do ishte që ne të ruajmë ca kështu lule lakra të vogla, ja ku janë këto këtu. Për Se servirje. që kur i vura po për servirje në pjatë. Shumë, shumë mirë. Ndërkohë unë kam këtu dhe Magi. Është Po, kjo kutia që zonja Vjolca ka bërë gati. lëngun e perimeve. Lëngu perimeve, po. Po. Ja, këtu. Pra me lëng perimesh, do të përgatisim këtë recet. Magi, e keni dhe vici dhe pule. Edhe recetën ti. Tani do të shohim. Po. E shohim pak me shkrim, se jemi në fakt edhe në 8 minutat e fundit. Kemi kohë. Kemi kohë mjaftueshëm, po e vërtet. Atëherë shkojmë me një herë tek receta me shkrim, kemi sup krem lule lakër. Do bëni gati 600 gram lule lakër. Do merrni një patate e cila duhet jetë aty tek 100 gramshi si pesh, një qep mesatare, kemi trumz, vaj ulliri, krip piper mikse nëse e keni piperin të tillë, 300 deri në 400 ml lëng perimesh, siç tham, pra nëse nuk e keni të përgatitur vetë, është forma më e shpejtë dhe shumë e shijshme në fund me Magi. Magi jep një shije fantastike çdo recete, që është e vërteta. Në këtë rast perimesh është shkëlqyeshëm, meqense kemi perime vetëm në këtë pjatë.
i hodhëm perimet Qartë. në tenxhere. Dhe mjafton që lëngu i perimeve të ketë zjerë. Kjo ka zjerë, po e vendosim edhe njerë. I kemi hedhur dhe krip edhe pak piper të zi para se ta pjekim. Mirë, do ishin këto mos na kishin pjekur aq shumë, po e ka standard që duhet piqen për 35 minuta në temperaturën 180 gradë. Me letër pjekje, mendon që duhet ta vëmë në mes, ndoshta zgara jon ka qenë më poshtë. Megjithatë aroma e pjekjes, nuk është djegje, është pjekje, është në karamel, është shumë e shishme, po. Kripa me vajin, me piperin, e bëjnë shumë krokante atë pjesë të perimes. Bëjmë gati blenderi. Po. Ku e ka koka? Ja. Me blenderin Kenwood është në këto raste, kur kemi supë kremoze, blenderi Kenwood është fantastik, pra është ai që quhet ndryshe blender shkop, por ju mund të zgjidhni mes shumë varianteve që keni jo vetëm në Kenwood, por edhe tek Interesante Albania, ku ka dhe modele dhe çmime të ndryshme. Kështu që përfitoni në 069 944 24 25 kur ju duhet diçka për shtëpinë. E keni mësuar tani më këtë numër, i keni mësuar dhe faqet e Instagramit. Mendoj se janë stacione shumë të mira, të rehatshme për blerje fundja, sepse mund të vini dhe online edhe përmes telefonit pa u munduar. Dhe jemi tek Magi. Tani. Do ta ngrohim. Pas pak do të jetë me të ftuarat, ta them edhe këtë. Do të bësh gati një pjatë, Katerina? Po, e sjell unë. Se kjo me ta kaluar në blender, ne mjafton që t'i hedhim pak trumz, gjethe trumze, çik vaj ulliri, një 2 kështu lule lakra të vogla dhe servirët. Mbaroj. Kaq ishte. Pas pak pra thash do t'jemi tek të ftuarat, është e vërtet varësia nga sheqeri dhe rrezikët që vijnë nga konsumimi i tepërt i sheqerit, ndërkohë pa marrë pjatën. Niveli i perimeve me lëngun e perimeve do t'jetë baraz. Pastaj, nëse ju shikoni, kjo do krem afërsisht në pure do dali. Nëse ju e doni më të hollë, atëherë është zgjedhja juaj që mund të shtoni ose ujë ose përsëri lëng perimesh. Na shkon ky seti besoj? Shkon edhe shkëlqyshëm. Ta ve këtu mos ta kem ke xhami. Dhe një herë tjetër recetën e simitës, ju lutem, me qenë se jemi në fund. Atëherë, nëse vendosni të përgatisni simitet që ne i vendosim në furrë për të pjekur, bëni gati 100 ml qumësh të vakët, 200 ml ujë të vakët, 3 lugë gjelle kos, 3 lugë gjelle vaj, 10 gram maja bire, 1 lugë çaj sheqer, 1 lugë çaj krip, 600 deri në 650 gram miell dhe një të verdh veze siç e pat për lyerje në fund që e përzihem me 1 lugë kos edhe me shumë pak vaj ulliri. Vendosini të piqen edhe shijojeni si të dëshironi ju. Po ndaloj që... Po, ke të drejtë. Jemi këtu. Pra këtu është në trajtën në një pureje. Mund t'i hidhni ujë, mund t'i hidhni lëng perimesh, po mund t'i hidhni edhe një finxhan kafe i qumësht. Me qumësht. Mund t'ma japëshin çek? Po, patjetër. Shumë pak, në një Marrë ato gotat e shkurtra. Po. Dhe e shtojmë. Nuk duhet shumë e hollë. Tani, paka shumë kaq mora? Shumë ka. Ja kaq. Do t'jetë një krem i lëmuar, gati, e thash që në fillim, gati në pure. Më jep një garush tani. Po.
gati. Shumë bukur. Kemi trumzën. Po, kemi trumzën. Gjithmonë në drejtim të kundërt dalin këto. Sa aromë të mirë ka trumza e freskët. Edhe pak fare këtu. Shumë mirë. Dhe dekorojmë. Një lugë gjelle vaj ulliri për çdo porcion. Dhe tani vendosim pak lule lakër për të ditur se çfarë përbërësish po ka kjo supë. Përbërësi kryesor është lule lakra, ja. Vendosim kështu. Këtu. Edhe ju bëftë mirë. Të lumshin duart. Faleminderit. Shqipe. Janë fryrë. Lëvizin ato në Po, janë fryrë. Kanë filluar, domethënë, të marrin atë volumin e tyre. Nuk e di a duket Po, janë fryrë, po, të shohim tani derisa të marrin çik atë ngjyrën e verdhë të artë në sipërfaqe. Sa të mira duken, kanë një aromë të shkëlqyer. Provojeni këto recetat mrekullueshme dhe faleminderit shumë. Faleminderit zonja Vjollca. Faleminderit dhe ty për ndihmën. Ishin receta shumë të mira të gjitha. Edhe ju bëftë mirë. Tani edhe këto do t'i Ato do i pjekim pastaj, po. Ato morën goxha më shumë kohë për të pushuar. Mirë, gjeni në rrjetet sociale në fund pasi t'jenë servirur, të gjitha do të mund t'i shihni atje. Zonja Vjollca, takohemi nesër përsëri. Patjetër, bashkë mirupafshim.